Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës zhvilluan bisedime të sinqerta, edhe pse kanë interesa thellësisht të ndryshme. Të dyja fuqitë treguan se dialogu është i mundur kur ekziston respekti ndërsjellë dhe një synim i përbashkët për stabilitet global. Ky fakt është i rëndësishëm sepse në një kohë me tensione të mëdha ndërkombëtare, vetëm gatishmëria për të folur hapur mund të mbajë hapura kanalet e komunikimit. Në këto takime, palët dëshmuan se pavarësisht dallimeve të thella, sinqeriteti dhe konstruktiviteti mbeten elemente kyç. Ky hap është dëshmi se dy fuqi globale, shpesh të vendosura në pozicione të kundërta, mund të ulen në tryezë dhe të diskutojnë me përgjegjësi. Një qasje e tillë jo vetëm që ul tensionet, por edhe ndihmon në ruajtjen e stabilitetit ndërkombëtar, duke shmangur shpërkallëzime që do të kishin pasoja për gjithë botën. Përfshirja e çështjes së TikTokut në tryezën ekonomike tregon qartë ndërlidhjen e madhe mes teknologjisë dhe tregtisë. Nuk bëhet fjalë më vetëm për platforma argëtimi apo aplikacione sociale, por për çështje që lidhen me sigurinë kombëtare, privatësinë e dhënave dhe konkurrencën ekonomike. Ekspertët theksojnë se çdo kundërvënie në këtë fushë nuk do të dëmtonte vetëm interesat e drejtpërdrejta të palëve, por do të kishte ndikim të ndjeshëm në ekonominë botërore dhe zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit. Kjo tregon se marrëdhëniet ndërkombëtare sot nuk ndahen më në kategori të ngurta si ekonomi, teknologji apo siguri. Përkundrazi, këto janë fusha të ndërlidhura thellësisht. Siguria kibernetike, investimet ndërkombëtare, tregtia dhe teknologjia janë bërë pjesë së një njëjtës skemë komplekse. Çdo vendim i marrë në një nga këto fusha ka jehon të menjëhershme në të tjerat dhe shpesh ndikon në shkallë globale. Nëse palët zgjedhin rrugën e konfrontimit, jo vetëm dëmtojnë interesat reciproke, por rrezikojnë edhe stabilitetin e gjithë ekonomisë botërore. Dialogu mbi bazën e respektit dhe leverdisë të ndërsjellë mbetet mënyra më e mirë për zgjidhjen e konflikteve. Kur bëhet fjalë për dy ekonomi të mëdha të botës, bisedimet janë jo thjesht një opsion, por një garanci kundër përshkallëzimit. Vetëm përmes komunikimit të hapur dhe të vazhdueshëm mund të shmangen keqkuptimet, të gjendet një ekuilibër i pranueshëm për të dyja palët dhe të mbrohet stabiliteti i tregjeve ndërkombëtare. Ky model bashkëpunimi mund të shërbejë edhe si shembull pozitiv për zgjidhjen e krizave të tjera globale, qoftë në fushën e energjisë, të klimës apo të sigurisë. Në këtë kontekst, Kina qartësoi vijën e saj fundore, mbrojtjen e të drejtave ligjore dhe interesave të kompanive të saj. Mesazhi është i prerë dhe i kuptueshëm, bashkëpunimi është i mundur dhe i dëshiruar, por kurrë në kurriz të parimeve kombëtare. Ky qëndrim dërgon një mesazh vendosmërie, duke bërë të qartë se çdo kompromis do të mund të arrihet vetëm brenda kornizës së ligjit dhe të drejtësisë ndërkombëtare. Në këtë mënyrë Kina shfaqet njëkohësisht si e hapur për dialog dhe bashkëpunim, por edhe e palëkundur në parime. Ky kombinim mes fleksibilitetit diplomatik dhe mbrojtjes së interesave kombëtare është një sinjal i rëndësishëm për komunitetin ndërkombëtar. Në fund, bisedimet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës mbeten një provë se edhe rivalet më të mëdhenj mund të gjejnë gjuhë të përbashkët nëse e vendosin interesin global dhe stabilitetin ndërkombëtar mbi dallimet e tyre të momentit.